Për shembull, ka mujt me pas nickname, mirë po pastaj është identifiku prej zonit, është Nickname, pseudonim. Pseudonim, po ka pas pseudonim, mirë po pastaj kur janë dërgu fotografit për shembull të drogës, këta kanë bërë selfie me drogën mrapa dhe nuk po flasim për 1 kg 2, nuk po flasim për 50 gram 100 gram, po flasim për dërgesa të mëdha të narkotikëve, të cilat kërkojnë një strukturë të madhe. Prej asaj çka interpretohet prej komunikimeve zyrtare që deri tash kanë dalë është që kemi të bëjmë me grupe të rrjete kriminale të organizume të cilat bazën e kanë pasur në Kosovë dhe janë qeverisë prej këtuj dhe janë marrë me transport të kokainës prej Afrikës së Jugut dhe janë marrë me transport të heroinës prej zonës së Turqisë, pra heroinë e cila prodhohet në Afganistan, vjen nëpërmjet Iranit dhe kalon në Republikën e Turqisë, pastaj ka ardhur në Kosovë dhe tutje është shpërndarë në tregun evropian dhe në tregun e rajonit. Pra ajo çka dihet deri tash është që këto grupe thjesht kanë kontrolluar një pjesë të trafikut të drogës, jo krejt trafikun e drogës, i cili është koordinuar prej këtu, por një pjesë të saj. Ajo çka dihet po ashtu është që prej përgjimeve të skajit të cilat kanë dalë në vende të tjera është që këto grupe kanë funksionuar duke dërgu fotografi, videomateriale, audiomateriale, mesazhe, duke fotografu kontenjert me drogë të mbushur për me mujt mi kry porositë e tjera, në mënyrë që me i bind blerësit që malli ekziston dhe malli mundet me u qarkullu. Pra, kemi të bëjmë me rrjetën ndërkombëtare të trafikimit të kokainës ose të heroinës, e cila në zonën e Ballkanit tashmë në disa zona veç është shkatërruese njerëzit janë në burg, pra në Shqipëri kemi njerëz në burg për këtë punë, në Malzi kemi njerëz në burg për këtë punë, dhe tash i ka ardhur rani Kosovës me hyrje dhe me pastru terrenin prej këtyre rrjeteve kriminale. Fillimisht do të me sqaru çka ka ndihmuar ky aplikacion ose çu ka rënë në durë të autoriteteve, pra autoritetet, nëse nuk gaboj belge ose holandeze, e kanë mri me shkarku serverin e aplikacionit, i cili është i ngjashëm me Snapchatin ose Viberin si aplikacion i tillë. Aplikacioni është përdor për rrjeteve të trafikut të drogës si aplikacioni në cilin ata kanë komunikuar. Pse? A është më i sigurt? Çka ka më shumë? Është portretizuar si më i sigurt dhe është portretizuar si rrjet i mbyllur ku këta mujt me komuniku lirshëm, duke përdorur në disa prej rasteve jo emrat e vërtet, por nickname më mirë, po që tutje pastaj janë identifikuar kush është mbrapa tyne dhe kush thjesht qëndron në rrjet. Dhe këta njerëz e kanë përdorur këto. Çfarë identifikuar kreshnek kush qëndron në rrjet? Po tash prej rasteve të cilat janë trajtuar në rajon, për shembull ka mujt me pas nickname, mirë po pastaj është identifikuar prej zonit, është identifikuar pseudonim. Pseudonim, po ka pas pseudonim, mirë po pastaj kur janë dërguar fotografit për shembull të drogës, këta kanë bërë selfie me drogën mrapa dhe i kanë mri me i pa, se komunikimet kanë qenë shumë specifike, sa që kanë qujt deri te identifikimi i njerëzve me nofka qysh i kanë qujt grupet kriminale mbrana njëri tjetrit dhe autoritetet pastaj kanë mri dhe i kanë zbërthy nofkat në identifikim të emrave dhe pastaj edhe të veprimeve. Pra është një hetim, kisha me thonë post-mortem i asaj çka ka ndodhur, edhe kjo tregohet edhe tash për shkak se në operacion nuk është nxonë shumë sasi e madhe e drogës, mirë po hetimi unë besoj që ka me konfirmu sasi shumë të mëdha të drogës të cilat kanë qarkulluar në Kosovë edhe të cilat janë nxjerrë prej Kosovës në rajonin tjetër. Kemi të bëjmë me sasi të drogës e cila ka qarkulluar me kontenjer. Nuk po flasim për 1 kg 2, nuk po flasim për 50 gram 100 gram, po flasim për dërgesa të mëdha të narkotikëve të cilat kërkojnë një strukturë të madhe të organizimit për me u qarkullu. Njerëzit kamufluar në mall tjetër, atë pa kamufluar. Zakonisht vinë me materiale të kamufluara, pra vinë me banane, vinë me mesh kanë ardhur me. A janë nxonë këta kontener në Kosovë? Jo, kemi pas shumë pak raste kur është nxonë droga në Kosovë, pra ne kemi një rast me një kontener me kokainë që është nxonë dhe një rast tjetër prej heroinës që njihet si rasti reflektori, ku është nxonë heroina e paketuar me mrena një kamion i cili ka bartë reflektor të ndryshimit. Mirë po, pjesa më e madhe e drogës ka qarkullu lirshëm prej Kosovës pa u pengu, pa u diktu pe autoriteteve dhe sasia, ato e kemi thonë gjithmonë, e drogës e cila nxinen në Kosovë me sasinë e cila kalon është e papërfillshme. Pra në Kosovë nxinen 500 deri në 1000 kg drogë në vjet, ndërsa vlerësohet që tregu është shumë më i madh. Tash, çka kemi këtu në këtë rast është që kemi të bëjmë me
kryesisht familjet tradicionale të cilat paraprakisht janë marrë me veprimtari të ngjashme, për Edhe në Kosovë? po dhe në Kosovë, edhe këta të arrestumt kanë precedent penal të Çaj të kaluar. fol kur po tradicionale. Tradicionale nuk kupton që Ali Bungut na jena marrë me transfer drogës. një pjesë e njerëzve që janë të arrestuar nuk janë 3, pra nuk janë 20 vjeçar, nuk janë 30 vjeçar, ka 60 vjeçar, 65 vjeçar, ka njerëz në moshë të Ani veç kallëzom që kjo tradita, a je të fol për vitin 2000, a je të fol për 1980? Po flasim prej pjesës e pas luftës, pra në rrjetet e ndërtuara pas luftës, të cilat fillimisht kanë qenë rrjetet e transportit marijuanës, pastaj kanë kalu te heroina me Turqinë dhe tash linjat e reja të ndërtuara me kokainën, të cilat janë zhvilluar për shkak të rrjeteve dhe të shqipnisë, të cilat blejnë në Ekuador kokainë dhe binë në Faqe po të pyes sa vjet i ka Avnio, klienti jot? Në rreth mbi 50 vjet. Mbi 50 vjet. Do të them është janë njerëz Mirë, po duhet ta përmirësoj se klienti im nuk ka të kaluar kriminale. Po, jo, e përmena që nuk janë të gjithë me po pjesa më e madhe ishin me të kaluar E çka ka punu? kriminale.